Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik, teksa një ditë më parë Shpresa Demokrate nisi lëvizjen e saj me në krye Pëllumb Pilinçin, i cili premtoi një shpresë të re për shqiptarët, duke goditur klasën e vjetër politike. Po çfarë pritet të ndodh nga kjo lëvizje tani e tutje dhe çfarë pritet të ndodh me figurat kryesore politike si Edi Rama dhe Sali Berisha? Për të folur për gjitha këto, por edhe çështje tjera të aktualitetit politik, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, në optikën tuaj që keni kaq vite eksperiencë duke parë lëvizjet politike, por edhe atë gjithë çka ka ndodhur në 30 e ca vite të sistemit demokratik në Shqipëri, si e pat lëvizjen e Shpresa Demokrate, e cila mbajti një tubim në sheshin Skënderbej një ditë më parë? Që nga vetë emri shpresë, thjesht kam shpresë. Nuk jam i kënaqur me pjesëmarrjen e shqiptarëve, për arsye se atje në shesh kishin ardhur më shumë shqiptar nga emigracioni, nga Italia dhe nga Greqia, nga Franca kishin ardhur, nga Kosova kishin ardhur, ndërsa qytetarë shqiptarë Tirana si jetojnë në Tiranë kishte shumë pak. Megjithatë, fillimi marr gjysmë punës. Dhe shpresoj që kjo forcë politike, e cila, sikur se tha kryetari Pilinçi, është një parti që mbështetet nga Amerika dhe si aleat kryesor dhe të vetmin pro-shqiptar që kemi sot në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do shpresojmë që diçka të bëhet të ndryshojë kjo katrahur dhe kjo varfëri ekstreme, ky shpërfytyrim i shqiptarëve dhe i Shqipërisë. Shpresojmë që të ndryshojë. Tani se sa do ndryshojë, mbetemi në pritje. Çfarë pritet të sjellë konkretisht kjo lëvizje, teksa dhe vetë Pilinçi bëri disa premtime konkrete duke atakuar figurat kryesore si Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët sipas tij kanë qenë pengesa kryesore në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por edhe në raportet e vetë Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashti, këto dy forca politike nuk janë dy forca politike, është një dhe është Partia e Punës. Dhe është politika, i vazhdimi politikës së Enverit, Ramizit dhe komunistëve shqiptar, por me xhaketa të tjera, me xhaketa të reja. Nuk ka absolutisht asnjë shpresë Shqipëria me këto dy parti. Nëse nuk largohen nga pushteti, nga politika, partitë politike, këto dy parti që janë më anti-shqiptare se çdo anti-shqiptar tjetër, Shqipëria do mbetet në këtë gjendje që është. Ne u kemi bërë thirrje shqiptarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Profesor Pilinçi u është drejtuar disa herë, edhe dje, u bëri thirrje shqiptarëve, hajdeni të ndërtojmë, të ngrëmë qeverinë teknike, dhe madje i pyeti dhe tha tekstualisht, ju përse sa kohë mendoni tha që duhet për të vendosur qeverinë teknike, 3 muaj apo 1 muaj? Dhe gjithë sheshi një zëri, 1 muaj thanë kërkojnë. Presim do të thënë 1 muaj. Ka një problem aty të cilin këta përhon nuk do ta trajtoj, po shpresoj që mbasi të vej informacioni duhur tek zoti Pilinçi të korrigjoj disa gjëra atje tek këta pjesëtarët ose tek këta ministrat e caktuar tani në këtë qeverinë demokratike, qeverinë teknike. Do shikoj. Si mendoni, çfarë pritet të sjellë qeveria teknike e propozuar nga Pilinçi konkretisht në vimësi, duke qenë se nga ana tjetër edhe Berisha e kërkon
një gjë të tillë që sipas tij votat e 11 majit janë të manipuluara dhe tashmë duhet një qeveri teknike që të marrë në dorë fatet e vendit dhe ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kam një kërkesë, po deshe pyetjet më të shkurtra që të mendoj një nga një për secilin. Tani ju thatë çfarë pritjet. Është tjetër gjë çfarë pritjet dhe tjetër gjë çfarë presim. Ne presim që kjo qeveri teknike me njerë të filloj të vërë në punë drejtësinë shqiptare, SPAK-un dhe byron kombëtare të hetimet dhe të fillojnë arrestimet e politikanëve të korruptuar, gjë që deri tani nuk po e shohim. Është arrestuar vetëm Ilir Meta dhe ai Erion Beliaj, ndërsa me Sali Berishën po tallen. Po tallen Sali Berisha me neve, po tallen dhe ata me Sali Berishën dhe të dy palët tallen me popullin shqiptar. Çfarë pengon ata që t'ja ngrënë akuzën ashtu si duhet Sali Berishës dhe Edi Ramës? Çfarë pengon? Asnjë. Thjesht është vegël në dorë të tyre. Drejtësia shqiptare është robinj, është instrument në dorë të politikës aktuale shqiptare. Të këtij spektri politik shqiptar janë në dispozicion të atyre, jo në dispozicion të Shqipërisë të mirëmbajtjes së gjërave. Tjetër çfarë presim? Presim që të ndryshojë dhe të abrogohet ligji 7501 se kundërstave profesor Pilinçi dhe prona të shkojë tek i Zoti. Njëkohësisht presim që të shpërndësohen të gjithë oligarkët dhe hajdutët politikanë të Shqipërisë që janë bërë miliarderë në një kohë rekord të pamendueshëm në botën kapitaliste për 30 vjet të ketë miliarderë Shqipëria. Dhe populli që hiqet kjo zgjedh ka dukurris, ky oktapod vegan që ka kapur me tentakulat e tij çdo qeliz të popullit dhe të ekonomisë shqiptare dhe prona të vejtë e i Zoti. Këto gjëra presim neve, se do bëj pasaj qeveria teknike dhe Partia Shpresa Demokrate Shqiptare, këtë nuk mund ta parashikojmë. Zoti Islami, po sa i përket figurave politike si Edi Rama dhe Sali Berisha, çfarë pritet të ndodh me këto dy figura nga vetë qeveria teknike dhe ai ka instrumentet e duhura për t'i nxjerrë nga tregu politik këto dy figura, duke qenë se sipas jush dhe e keni përsëritur shpesh herë, këto janë dy figura që mbajnë peng zhvillimin shoqëror dhe politik në vend. Edhe njërë, po e ritheksoja atë që thash pak më përpara. Nuk e di çfarë pritet, di çfarë presim ne. Unë pres që këta dy persona, këta të dy antikombëtar, këta dy antishqiptar të rrezikshëm, thellësisht antishqiptar, të shkojnë para bangos së të akuzuarve për krimet që kanë bërë këtij populli, për vjedhjet që kanë bërë, për grabitjet që kanë bërë, për arratisjen që e kanë detyruar punëtorin, djalin dhe burrin shqiptar të ikin jashtë shtetit, për këtë varfëri të skajshme, artificiale që kanë krijuar në Shqipëri, të qërohen nga politika, tikin nga sytë këmbët, mirë është të vënë në burg, sepse në burg e kanë vendin, të kthejnë parat që kanë vjedhur këtij populli, të dorëzojnë pronat që kanë bërë me djersën dhe me gjakun e popullit dhe të shkojnë në burg. Këtë presun se ç'pritet nuk e di, se çfarë do bëj Partia Demokrate Shqiptare nuk jam në gjendje të them sepse nuk e di. Di që në programin e saj ka këto gjëra që thash pak më përpara. Di që në programin e saj ka vendosur dhe ka vënë në projekt një kushtetutë të re shqiptare, si mbas modelit amerikan të kushtetues amerikane, me 41 senator dhe 80 deputet dhe me një president. Këto presim të bëhen. Jemi të padurueshëm, nuk na mban ujë pilafi kur thon, sepse koha po iku qeshori, sa gjysmë e qeshorit iku, dhe gjysma vetë. Korriku po edhe gushti janë ushime të thash. Pra, qa mbetet me fshatorë? Fshatorë Edi Rama thot jam unë në qeveri dhe vate mbaroj.
kjo qeveria teknike që është krijuar kur do filloj të veprojë, këtë se di unë. Zoti Islami, ju parashtroni këto parashikime konkrete dhe kërkesa konkrete që duhet të realizohen, por nga ana tjetër Berisha kërkon të vijë në pushtet dhe nga ana tjetër Edi Rama po mban me çdo kusht pushtetin, nisur edhe nga fitoria e zgjedhjeve të 11 majit dhe nis së shpejti në shtator mandatin e 4. Atëherë, cila është rruga që këto dy figura do largohen nga skena politike? Atëherë, nëse këto dëgjo, unë do ta them mendimin tim ashtu siç e kam, pa kujt i vi tharët dhe të pirë aki. Zotëri, këta duhet të largohen me çdo mjet nga pushteti, me çdo mjet, me çdo mënyrë, me të gjitha mënyrat që ka prodhuar mendja dhe shoqëria njerëzore sot, se këta vetë nuk iki. Kjo ka marrë fund. Pra, guri i provës dhe guri i themelit për Partia Shpresa Demokrate është marrja e pushtetit nga partia, nga qeveria teknike dhe arrestimi këtyre të dyve. Ndryshe, Shqipëria ka mbaruar. Si duhet të përgjigje vetë shqiptarët në këtë rast, duke u referuar edhe kësaj lëvizje të fundit të Pilinçit, dhe cili duhet jetë reagimi i tyre, duke qenë se pati edhe një bojkotim deri diku të zgjedhjeve, sidomos të shtresës gri në 11 maj. Shiko, zgjedhjet e 11 majit nuk janë zgjedhje, nuk ishin zgjedhje dhe ato nuk janë njohur dhe nuk e njeh kurkush. Dhe aktualisht Edi Rama është i paligjshëm në pushtet. Është i paligjshëm, pa mandat. Ndërsa përsa e përket atij kriminalit tjetër dhe hajdutit Sali Berisha, ai ka mbrojtje nga jashtë, nuk kam që i them tjetër, nuk di nuk e di kush e mbron tjetër. Pra shikoj që ka një mbrojtje nga ndërkombëtarët, se ku e se qysh dhe sepse nuk e di, që të mbrosh Sali Berisha të mos e çosh para hekurave edhe para bankës të akuzuarve për këto që ka bërë, deri më sot që janë të dokumentuara të faktuara, që të mos arrestosh Edi Ramën për këto krime monstruoze që i ka bërë ekonomisë dhe popullit shqiptar që janë 12 vjetëve, që të mos e çosh në bankën e të akuzuarve Edi Ramën që ka 28 vjet ka në pushtet, Ceaușescu 22 vjet bëri në pushtet dhe e ekzekutuan. Ndërsa këta hypin në krye të partive dhe vdesin aty me shembullin e Gjak Pirsit që janë trashëgimtar të tij të Enver Hoxhës. Pra, kjo praktik politike në Shqipëri duhet të zhduket njëherë për gjithmonë. Dhe kjo nuk zhduket me lutje, as me protesta paqësore. Kjo punë zhduket ashtu, kjo forcë politike, kjo klasë politike duhet të zhduket nga sfera politike shqiptare. Mjetet populli dhe t'i gjej vetë. Cili do t'jetë roli i Shteteve të Bashkuara në këtë rast për t'i nxjerrë nga skena politike pikërisht këto figura të politikës shqiptare që e kanë dominuar atë përgjatë këtyre 30 e ca viteve? Dhe të dalën të prononcojnë dhe të thonë, unë nuk e di, unë nuk ndjek politikë, nuk zbatoj politikën amerikane, se nuk e kam atë mënyrë, atë mundësi. Amerikanët e shikojnë çfarë po bëhet. Po e thekse prapë kanë të ndërë tjera. E shikojnë shumë mirë se çfarë po bëhet në Shqipëri. Të dalën, t'i dalin zot atyre që thonë, ose të rinë dalë rehat në fatkeqësinë tonë, në hallin tonë. Dy rruga, o do mbështesin një forcë politike që është për të rrëzuar këta dy nga pushteti dhe për t'i futur atje ku kanë vendin, ose do t'i mbajnë se si duket këta u mbushin çantat me miliarda dollar, jo më me miliona tani atyre perëndimorëve, edhe ata nuk ndihen. S'ka ashtu, do me thënë një tjetër. Çështja është e shtruar për zgjidhje në Shqipëri. Çështja shqiptare, çështja hallet e Shqipërisë dhe problemet shqiptare janë shtruar për zgjidhje. Nuk kam më kohë për të bërë konferenca dhe kongrese. Shqipëria është në ditë të hallit dhe Shqipëria nëse ka miq o sot o kur.
Zot Islami, çfarë do të thotë sipas jush vizita e Edi Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në dasmën e djalit të George Soros, Alex Soros? Vatet e ustallarët e tia, vatet e padronët e tia, vatet e anti-shqiptarët më të mëdhenj që ka sot bota. S'ka asnjë interes ka aty, vizitë private është. S'na intereson fare. Unë nuk e diskutoj, nuk do ta diskutoj fare se është një çështje që nuk i intereson kombit dhe popullit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare. Fare. Ta janë mësuar vend takojnë në një langaraq atje në Amerikë, edhe thonë na mbështet Amerika neve. Vene bëjnë fotografi si gruaja e Bilalit, edhe thonë na mbështet Amerika neve. Dhe shqiptarët flojnë gjumë. Plus që atë infrastrukturën e tyre, superstrukturën e tyre të spionazhit në Shqipëri e kanë ngritur dhe po e theksojnë akoma më shumë me vendimin e fundit për policët vullnetar. Pra janë cimentuar mirë ata. Prandaj them që shqiptarët duhet gjejnë rrugët për të rrëzuar. Po çfarë mesazhi kërkon të japë Edi Rama në këtë rast, duke qenë se ka shkuar tek njerëzit që janë kundër Trumpit, pra, dhe nga ana tjetër ai është edhe i afërt me njerëzit e Trumpit. Çfarë është kjo lojë e Edi Ramës me dy porta? Ku është i afërt me njerëzit e Trumpit, se s'po e kuptoj këtë çipë unë. Me dhëndrin e Donald Trumpit. O zotëri, ma keni thënë dhe njërë tjetër këtë, po nuk u vjetë turp njëra, më faqë që drejtojmë kështu dhe nuk do të ndërpresësh këtë. Që do me thëmë kjo që pas kanë miqësi me dhëndrin e Trumpit edhe pasaj? Qa është dhëndri Trumpit? është senator, është kongresmen, është ministër, çfarë është? Çështja është që është njeriu i afërt i presidentit amerikan dhe edhe pastaj mirë, shkoni për ndikimin e tij. Kush sa që di për ndikimin e tij? Kush e tha atë? Po të paktën në mandatin e parë të Trumpit ka pasur goxha ndikim. Ku e ka pasur ndikimin? Tek ne jo. Të administratën e Trumpit. O zotëri, s'na duhet deve se sa të ndurë edhe nuse ka i në shpitim, që janë këto, që kjo Shqipe, që kjo politik rrugë kështu. Kjo është politik rrugë. Nuk është politik, nuk është diplomaci. Kjo është një idiotizm që i doj që e thot, është turp një. Unë, për nivelin që i njoh vetes, nuk të pranoja kur që kjo çështje të shtrohet për diskutim. Të diskutojmë nëse me që ka dhëndrin ai Trumpi, që mund të ketë interesa diku në Ballkan, edhe o burra tani do ta bëjmë mike, do na mbështesi Trumpi. Jo zotëri, edhe Trumpi vetë nuk mendon politikë personale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka probleme të mëdha vetë ai në Kaliforni. E s'ka ngjetë merret me neve. Ai ndër Trumpit vjen në Kaliforni të qetësojë situatën. Që janë ngritur gjithë meksikanët kundër tyre, të mbështetur nga ky miku që ka ftuar këtë Edi Ramën ton, kryeministrin ton në detyrë. Pikërisht pra, duke qenë se janë dy palë që janë të kundërta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Soros, si ashtu edhe Trumpi, në këtë rast Edi Rama nga njëra anë lul me portën e Trumpit dhe nga ana tjetër me portën e Sorosit, siç është pjesëmarrja në dasmën e djalit të George Sorosit. Të lutem. Në dasëm ka vatur të vetë për Iraki. Ndërsa me Trumpin dhe të dalë i dhëndëri Trumpit e thotë shikoni se Edi Rama ka mua mbështetje. Çfarë këto këtoni more? Po ka dhe i mesazh politik aty në atë rast, sepse do të marrë pjesë Obama, Clinton. Absolutisht asnjë mesazh politik. Absolutisht fare, zero. Edhe nëse bën foto me Obama ose Clintonin. Po dhe të bëjnë dash dhe me atë me vjerën e Obamës, kjo është politika, që bëjnë fotografi që paguajnë nga $100,000-200,000 për të bërë një fotografi, dhe kujt i duhet ajo fotografi? Ai dhe ta marrë në fototekën e tij personale, po mua si shteta shqiptar, si qytetar shqiptar, atë fotografi e marrë dhe shkoj e përdor për letër higjienike. Mendoni kështu sa i përket këtij lloj raporti mes Ramës dhe Sorosit, por shqiptarët e shohin ndryshe sepse ka një farë ndikimi. Gjithsesi, pavarësisht faktit se Edi Rama ka vajtur në një vizitë private, ai nuk ka zhvilluar asnjë takim zyrtar në Washington. Ju si e lexoni një gjë të tillë?
Dhe nuk do zhvilloj takime zyrtare. Harroj. Nuk pranojnë ata një njeri të degeneruar, të korruptuar dhe spion të 100.000 ngjyrave të bëjnë marrëveshje, të bëjnë kontakte me të. Këtë e di miru. A tregon në këtë rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë mbyllur dyert e Tiranës duke mos zhvilluar asnjë lloj takimi zyrtar, qoftë edhe me zyrtar të nivelit tulët? Kjo është e dukshme. S'ka nevojë të vrasim mendjen. Kjo duket qartësisht. Nuk pranojnë ata që të vjedhë zgjedhjet e Tirana me 10% votues shqiptar të marrë 83 vende në parlament. Nuk pranojnë ata që të korruptoj numrin 2 të FBI-s dhe të kenë dhe marrëdhënie miqësime ta. Këto janë ca përpjekje të dëshpëruara të Edi Ramës për të shpëtuar dhe për të gjetur një mundësi që të shpëtojë, të mos vejë në burg dhe të mos e akuzojnë amerikanët për krimin që ka bërë në shtet krim federal, që është korruptimi i numrit 2 të FBI-s amerikane. Por nga ana tjetër, tregon që edhe drejtësia amerikane ose shteti amerikan që ka për të qarë me llahinka si tonë shqiptarët. Se atje ka shkelur ligjin amerikan, automatikisht do të shpallet non grata dhe të arrestohet dhe të jap llogari. Sepse se bëjnë këtë nuk e di. Prandaj nuk kemi një gjendje të gjykojmë se çfarë po ndodh me ne dhe me Amerikën. Mos ndoshta Edi Rama ka lidhje të fuqishme në SBA? Këtë quhen të fuqishme, personale apo zyrtare? Personale, të cilat ndikojnë në forma zyrtare më pas. Atëherë mirë neve, po që se Amerika i bazon lidhjet me shtetet në këtë mënyrë dhe me kryetarët e qeverive. Mirë neve. A i ka një dosje të nxehtë siç është ajo e Charles McGonigal, ish agjenti të FBI-s. A nuk do të duhet kishte vepruar FBI-a në këtë rast? Sa po të thashëm përpara duhet kishte vepruar të zbën. Po pse nuk vepron pra? Ka lidhje të fuqishme atëherë Edi Rama? Dëgjoj, ma thoni shumë shpesh këtë termin lidhje të fuqishme. Dhe nëse lidhjet dhe marrëdhëniet midis shteteve vendosen në mënyrë me miq personal të X-it apo të Y-it, mjerë neve, mjerë popujt, mjerë ata që kanë besim të Amerika. Po unë nuk mendoj ashtu. Unë mendoj që Amerika i bë punën ashtu si duhet në vijë dhe unë besoj që Amerika do t'ja tregoj vendin dhe Edi Ramës dhe Sali Berishës për ato që kanë bërë. Se bën, qofshin ata që janë, s'kam çfarë të them tjetër. Po ti referohemi deklaratave të kryedemokratit Sali Berisha, konfirmojnë gjë të tillë duke thënë që përmes lidhjeve të tij Edi Rama e shpalli atë non grata përmes sekretarit Blinken. Këto deklarata të kryemashtruesit Sali Berisha që the pak më përpara, të kryemashtruesit Sali Berisha, i cili përpiqet me çdo mjet që të dorëzoj Partinë Demokratike të Bijës, që është një tjetër turp kombëtar ky, është një tjetër turp, është një tjetër pislëk që kërkon të bëj. Nuk është ashtu si thot kryemashtruesi Berisha, jo. Nuk është ashtu. Kryemashtruesi kërkon të shpëtojë kokën e tij duke mbajtur me forcë kryesinë e Partisë Demokratike me një grusht kriminalës që ka rreth rrotull dhe hajdutës që ka rreth rrotull vetes atje, që i futi dhe në listat e sigurta dhe që i bëri dhe ai mashtroi atarët e Partisë Demokratike, ai u tall me ta. U çuditë me ata si nuk ngrihen në vend ata me pështym ta mbylsin atje në selin e PD-s. Si ore vetëm nxjerr deputeta një kandidat që e kanë në listë me 30 vota apo me 50 vota edhe rri jashtë, nuk merr atë mandatin një qytetar, një kandidat që ka 20.000 vota. Mbi bazën e ligjit që kanë bërë të dy me Edi Ramën. Këta janë hajdut, këta janë kriminal, këta janë të pa fytyrë, këta janë antikombëtar, këta kanë të tëra të zezat. Ore si ka bërë gjë turku Shqipërisë me ç'po i bëjnë këta. Janë shumë herë më të rrezikshëm nga ajo politikë, nga ai uzurpim, pushtim 500 vjeçar i Turqisë, nga ky pushtim 80 vjeçar komunist që ka në Shqipëri. Ndaj them që populli shqiptar duhet të ngrihet.
Po s'u ngrit dhe mos ngrit kur mos u ngrit pastaj. Zoti Islami, është duke i bërë karshillik Edi Rama si drejtësisë amerikane, ashtu dhe vetë presidentit amerikan Donald Trump, ku ka shkuar në SBA dhe deri më tani nuk është prekur sa i përket dosjes që ka atje. Derisa i shkon i lumt, bravo i qoftë, i shkon, para ka pagua, se amerikanë nuk të falë për dollar, dhe të paguaj të shpëtoj, s'kemi që bëjt. Me gjakun ton, blen lirin e tjej, kaq. Si mendoni, a ka Shtetet Bashkuara të Amerikës në sirtar shpallje non grata të Edi Ramës, por nuk e ka nxjerr akoma në publik, duke qenë se ai është kryeministër dhe qenia e tij kryeministër krijon, po themi, një lloj problemi mes shteteve dhe trazon ujërat që ndoshta Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do i interesonin në këtë rast. Jo, në këtë rast Shtetet e Bashkuara janë më të turpuruara se sa po ta shpallin non grata edhe ta arrestonin. Edi Rama zotëri ka mbaruar mandatin në datën 12 maj. Kaq. Shtetet e Bashkuara i kanë të tëra të drejtat ligjore, për të arrestuar. Sikundër kanë mundësin objektive, si që dje profesor Pilinci, që Amerikanët tha janë që nga kryeministria, presidenca, ministrit e tjera. Atëherë urdhë të sjellin qeverin teknike në pushtet. Çfarë pengon? Se s'po na thon, as profesor Pilinci nuk na tha se çfarë pengon, as amerikanë nuk po na thon, as amerikanët s'bën fare të gjallë, hiç fare, domethënë e kanë lënë këtë situatën këtu, nuk e di si që kanë lënë, po vetëm situatë normale nuk është. Ju si mendoni, a do rikthehet Edi Rama në Shqipëri apo rrezikon që të mbes atje? Jo, do kthehet që s'kemi atë se paguan para do vijej. Atyre u shërben prapa, si do që të bëj. Vetëm shqiptarëve nuk u shërbenaj. Si e parashikoni sezonin e ri politik nisur nga gjithë kjo analizë që ju parashtruat? Katrahur. Është i katrahur. Është një situatë që nuk njeh qenit Zotit. Sepse zgjedhjet nuk të njihen. Pushteti nuk dorëzohet, qeveria teknike nuk vepron. Ku jemi? Idiot. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për intervistën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.